Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit, falënderimet dhe madhërimet janë për Allahun e madhëruar, Zotin e botrave. Paqet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dërguarin e tij, profetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe mbi të gjitha të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e të dërguarit të Allahut deri në ditën e Kiametit. Allahun e madhëruar e falenderojmë për çdo mirësi dhe begati që na ka dhuruar. Allahun e madhëruar e falenderojmë për Islamin, për imanin që ai na ka dhuruar. Allahun e madhëruar e falenderojmë për familjet që na ka mundsuar qetësim në vendin ku jetojmë dhe siguri. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot është ligjërata përmbledhëse e një cikli ligjëratash ku janë mbajtur këtu në xhamin tonë. Zoti i shpërblet dhe i lartësoft hoxhallarët të cilët ju përgjigjen ftesave tona, dhe Zoti ju shtoft diturinë dhe e gjeqen e peshore në punët dhe veprat e mira. Atë ditë, për tek Allahu i madhëruar, nuk mundet asgjë dhe çdo kush do të marrë atë çfarë ka punuar, dhe atë që ka punuar për Zoti ka për ta gjetur shumë fish. Të dashur vëllezër edhe motra besimtare, Ramazani po troket dhe pyetja nuk është që Ramazani apo vjen, por pyetja është apo shkojmë ne drejt agjerimit të Ramazanit, drejt atyre këshillave, drejt atyre porosive të cilat i përfituam në mezhliset e dijes. Apo shkojmë ne drejt Ramazanit, drejt agjerimit me zemër të përgatitur, me zemër të pastruar prej gjunaheve, me zemër të pastruar prej udhëheqjeve, me zemër të pastruar për smirës, sepse në zemrat e sëmurra imani nuk qëndron dhe rëndësia e imanit nuk shijohet. Apo shkojmë në drejt në Ramazani për atë qëllim që Allah i madhëruar e ka obliguar, që ne të arrijmë ratën e devotshmërisë, sepse Ramazani nuk është thjesht vetëm një muaj apo një datë në kalendar, edhe të hymë në fillim edhe të dalim në fund. Ramazani është mysafir i dërguar për Allahu madhëruar me qëllim ne besimtarëve të na rregullojë, të na bëjë më të mirë se sa jemi, dhe të na garantësojë në gradat e larta në xhenetet që Allahu madhëruar i ka përgatitur për të devotshmët. Nga ligjëratat që ne kemi dëgjuar në xhamin tonë edhe në për xhamit të tjera apo nëpërmjet rrjeteve sociale, gjithmonë ishte pyetja sa njerëz ishin vitin e kaluar edhe nuk ishin me ne, nuk janë me ne, sa njerëz që ndronin në saf edhe sot ata nuk i kemi. Kjo do të thënë që Ramazani do të vijë. Pra që po sa Allah i madhëruar e ka caktuar që jeta e kësaj dunjas do të vazhdojë. Por për disa mund të jetë Ramazani i fundit, mund të jetë edhe mos arrijë, mos i fare në Ramazan, dhe kjo është me caktimin e Allahut të madhëruar dhe fuqiplot. Shkaku i kësaj ligjërate të nderuar është çfarë bëjmë ne me atë që dëgjuam, çfarë bëjmë ne me atë që mësuam në mezhliset e dijes. Jetësimi i dijes është shumë i rëndësishëm në fenë islame dhe në jetën e besimtarit, sepse nëse dija shtohet edhe nuk praktikohet atë nuk jetësohet, ajo dije nuk ka vlerë. Dituria duhet të jetësohet. Në ligjërat ne kemi folur për pendim, pra besimtari përpara se të hyjë në agjerim duhet të pendohet. A u penduam ne besimtarët
sinqerisht për ato gjunahet, për ato mangësit, që ne i dim shumë mirë se cilat janë ato në jetën tonë të përditshme. Ne folëm për pastrimin e zemrës, që duhet të falim, duhet të tolerojmë, duhet t'ja bëjmë halal atyre të cilët na kanë në hak. A e bëmë një që të tjerë gjatë muajit Shaban. Ne folëm për një plan adhurime që besimtari duhet të përgatitet përpara se të hyjë në Ramazan. A e bëmë një që të tjerë. Por sot duhet të pyesim vetën tonë me sinqeritet. Dhe siç e kemi përmendur edhe në ligjërat të tjera, njeriu e njeh shumë mirë veten e vet. Çdo njeri nga ne e njeh veten e vet shumë mirë, se ku i ka mundësitë e veta, cilat janë ato gjëra të cilat ai mund të bëjë, ose cilat janë ato gabime, ato gjëra të cilat ai të shpesh gjatë kohës. Dhe a kemi kështuar neve realisht në ato që kemi dëgjuar për xhallarëve dhe ligjëratave të ndryshme? A kemi lënë ndonjë gjuna për ato gjunave që ne kemi bërë përpara se të Ramazanit? A kemi toleruar, a kemi farë, a kemi bërë halal njëri tjetrit edhe nëse ai na ka hyrë në hak? A kemi shtuar namazet vullnetare përpara se të Ramazanit? A kemi farë namazet me përqendrim, me përkushtim, me devotshmëri, me frikë, me respekt nga ato ligjërata që ne kemi mësuar apo kemi dëgjuar? Sepse dia e cila nuk shndrohet në veprim, ajo bëhet barë dhe përgjegjësi që do t'i japim përpara Allahut më të mirë. Allah më dhuar thotë, dhe këta jetë para disa kohësh, edhe tani në momentin që ta lexojmë, na kishte marrë madhe, dhe ishim në mënyrë të dëgjojmë dhe ta lexojmë këta jetë. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimin e Ramazanit, ashtu sikur se ishte bërë edhe atyre të cilët kanë qenë përpara jush, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Sa ajet i bukur dhe ajet madhështor është ky ajet të cilin besimtarët e sinqertë mallëgjejnë kur e dëgjojnë dhe kur e lexojnë. Shkaku i agjërimit, ne e dim shumë mirë dhe mësuam të tjetër ligjëratave që Allah më dhuar e ka obliguar agjërimin që ne të bëhemi të devotshëm, që ne të lartësohemi, që ne të pastrohemi për gjunahet. Nuk e ka bërë Allah më dhuar agjërimin që ne të ndjejmë burim. Nuk e ka bërë Allah më dhuar agjërimin që ne të presim iftarin dhe të përgatitim vetëm iftaret të mirë. Nuk e ka përgatitur Allah më dhuar, nuk e ka sjellë Allah më dhuar agjërimin për të diskutuar se ku në këtë vend do të hajmë iftarin sot, do të hajmë iftarin nesër. Sepse këto janë ato të cilat njeriu ja zbejnë atë përsoarës për të hyrë agjërimin e Ramazanit. Agjërimin e Ramazanit e ka sjellë Allah më dhuar jo për të na vështirësuar, por e ka sjellë lehtësim dhe lartësim për ne, që ne të bëhemi të devotshëm. Dhe devotshmëria nuk fillon në ditën e parë të Ramazanit, apo në natën e parë, kur shihet hera dhe unë sot u bëra i devotshëm. Devotshmëria fillon para Ramazanit. Dhe devotshmëria është e thjeshtë për të kuptuar, por është do mund të sakrificë për të arritur tek e vrapë. Zemra nuk përgatitet brenda një mësimi, një ligjërate. Edhe në fund të ligjëratës së dalit themi, mashallah, kënaqemi me të ligjëratë, ishte ligjëratë shumë e bukur. Nuk paskohet zemra me një natë, apo me një ligjërim, apo me një ditë. Shumë njerëz e presin natën e parë të terapive që t'jenë të karikuar edhe të ndizen, edhe të ndjenë ëmbëlsinë e namazit të terapive që natën e parë, edhe ditën e agjërimit. Por zemra nuk ndizet me kononë, nuk shme putë. E shtypet i kultin edhe të ndizet zemra e ta përjetoj agjërimin e të përjetoj namazin. Jo vëllezër, ajo përgatitet, ajo pastrohet, ajo zbutet. Kurani nuk prek atë zemrë e cila nuk është pastrohet. Lotët nuk dalin atë zemrë e cila nuk është pastruar në ato mësime dhe ligjërata që ne i kemi dëgjuar dhe kemi mësuar. Do ta shikoni vetë
përjetoni vetë, nëse ato mësime që ne i kemi marrë në të xhami dhe i kemi praktikuar, do të ndjeni që në namazet përpara së ky Ramazani, që namazi tënd do të kënaqësh, do të ndjesh ëmbëlsinë e namazit, do të ndjesh ëmbëlsinë e leximit të Kuranit, do të ndjesh kushtimin në lutje për i drejtohesh Allahut më të madh. Pra, Kurani nuk e prek atë zemër të ngurtë, ai zbret fen vetëm kur zemra është pastruar. Kur zemra është penduar, dhe Allah më dhuar është i ditur, ai shikon atë ku ne nuk i shikojmë dot njerëzit. Allah më dhuar i shikon ato zemra të cilat janë penduar me sinqeritet. Vëllezër, kam thënë shpesh që nuk ka njeri që i cili nuk ka bon, nuk ka njeri i cili nuk ka rënë në gjunare, që nuk ka për gjunare, por Allah i madhruar, mëshira e madhe e tij është ajo të cilën derën e pendimit e ka në të hapur. Le të vendohemi tek Zoti, le të kërkojmë falje Zotit, me qëllim që Allah i madhruar të pastrojë zemrat tona, të zbusë ato, dhe kur të lexojmë Kur'anin, ato të rëngjethën. Ashtu si thot Allah i madhruar në Kur'an famlar, dhe kur lexojmë atyra jetët e Zotit, zatet në iman, atyra uritet iman, kushtohet imani. Pyetja është, a kemi filluar të hapim zemrën tonë? Se jemi në fund të muajit Shaban. A kemi filluar të hapim zemrën? A kemi tërë në një tip apo në një natë me këtyre netëve në një lodhë të vetëmi, duke i kujtuar mirësitë e Allahut më dhuruar, duke i kujtuar që Allah më dhuruar në ka mësuar që ne të pendohemi dhe të kërkojmë falje Allahut më dhuruar, sepse edhe pendimi i vëllezër është mirësi për Allahut më dhuruar. Edhe kërkimi i faljes është mirësi që Allah më dhuruar ta mëson të vesh. A kemi tepër do një lodhë të vetëmi, dhe a kemi thënë do njëherë me dhimbje, e cila del nga thellësia e zemrës së të shpirtit. O Allah, këtë Ramazan më dua të jem ndryshe nga Ramazanet e tjerë. A kemi thënë këtë? Sepse e themi këtë me sinqeritet, e cila del nga thellësia e zemrës së të shpirtit, ti je i bindur që Allah më dhuroa të ta pranojë pendimin edhe do të mundsoj që ti edhe unë bashkë me juve të jetojmë një Ramazan ndryshe nga Ramazanet e tjera. Por rreziku më i madh për të cilin duhet të kemi kujdes është rreziku nuk është Ramazani të mos vi. Rreziku është Ramazani të vi, të kalojë edhe ne Zoti na ruaj të mos kemi ndryshuar as pak. Ky është rreziku më i madh që çdo musliman, edhe musliman, çdo besimtar, edhe besimtarët duhet të ndjejë këtë të keqardhi në veten e vet. Që Ramazani do vijë të iki, edhe është mirë për ata i cili nuk kanë ndryshuar fare në këtë Ramazan. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: mirë ai që arrin në Ramazanin dhe nuk i falet gjunahet. Këtë profeti e selam kur është ditur në minber dhe ka thënë amin. Ata ditën e gjatë për të cilin e pyetën sahabët e dërguarit Allahut kur u hidhen në shkallën e parë, në e dyta, në e treta, dhe ti the amin, amin, amin. Kjo është një përshprehje. Ka thënë Xhibrili alayhis salam, mirë ai i cili apo atë të cilit e arrin muajin e Ramazanit, edhe ati nuk i falet gjunahet. Muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës, muaji i Ramazanit është muaji i faljes, muaji i Ramazanit është muaji i lirimit, që Allah më dhuruar i liron njerëzit prej zjarrit të xhenemit. A e dim apo a kemi ndjerë ndonjëherë peshën e kësaj fjale të Xhibrilit alayhis salam kur i drejtua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë për ata i cili arrin Ramazanin, edhe ati nuk i falet gjunahet. I mirë, jo i prituar në ushqim, po i prituar në falja e Allahut më dhuruar. Zoti na ruaj. O vëllezër, mos lejoni që për Ramazan të jetë rutinë si ditët e zakonshme që na kalojnë.
Mos e lejoni që ky Ramazan të jetë thjesht orar iftaresh edhe orar sufyresh. Bëni një projekt atë çfarë këshilluan hoxhallarët e nderuar dhe çfarë këshillojmë, bëni një projekt shpëtim, një projekt me qëllim që ti edhe familja jote ta shijosh Ramazanin ashtu siç duhet. Reflektim personal. Ndalë për një moment, edhe këto këshilla vetën time, edhe ju të nderuar vëllezër, ndalë për një moment, mos shiko askën tjetër. Mos mendo për komunitetin, mos mendo për gjë tjetër, po mendo vetëm për veten tënde. Mos mendo se çfarë bëhet referon teje, po mendo veten tënde. Nëse Ramazani që po hyn, do të jetë Ramazani i fundit, edhe nuk kemi Ramazane të tjerë. Allah më dhuar, unë lusë që çdo njeri për ju të japë jetë të gjatë, edhe ta mbushim me vepra të mira. Por ligji Allah më dhuar në tokë e ka vendosur që çdo njeri jeton me gjë të përcaktuar. Nëse ky Ramazan që ne do të jetë Ramazani i fundit, si do të hyjmë në të? Nëse do të thuash se ky është Ramazani i fundit, nuk kemi Ramazane në jetën e dunjave. Si do të hyjmë në të? Do të hyjmë me telefonin dorë, duke çatuar, duke lundruar në rrjetet sociale. Do të hyjmë në Ramazan me ato gjërat të cilat akoma nuk e venduar. Do të hyjmë në Ramazan me zemër plot mëdhet, plot urrëti, plot haset për njëri tjetrin, apo me vendim të prerë për ndryshim. Allah më dhuar thotë: Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë atë që është në veten e tyre. Ne duam ndryshim, ne na pëlqen ndryshimi, ne duam që të ketë vendi jonë mirësi dhe begati, ashtu siç do familjar do që në shtëpinë e tij të vizatohej kënaqësia, begatia, mirësia dhe çdo gjë e mirë. Por Allah i mëdhur na thotë në Kur'anin e Madh, dhe kjo është një rregull. Zoti nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ai popull nuk i ndryshon vetën e tyre. Dhe Ramazani, muaji i Ramazanit, është muaji i ndryshimit, muaji i kthimit për tek Allah i mëdhur, muaji i cili e kërkon besimtarit dhe besimtare që të jetë më mirë se sa Ramazanet e kaluara. Ndryshimi i vëllezër fillon që sot, fillon kjo gjërat që sot filloi ndryshimi. Mos prit të hyra dhe parë Ramazanit, po që sot filloi ndryshimi. Jo në natën e parë, jo pas iftarit të parë, jo në vitin e fundit të Ramazanit, po që sot ullu me veten tënde, kujtoja vetes tënde gabimet dhe gjinohet që ke vepruar, kujtoja vetes tënde mirësitë dhe begatit që Allah më dhuar të ka dhuruar, kërko falje Zotit, falenderoj Zotit për mirësitë dhe begatit, edhe të shikosh që ti do të ndryshosh që në natën e parë. Këshilla e parafundit, përgatitja e familjes. Pasi, elhamdulillah, i kemi mësuar dhe i kemi dëgjuar rregullimin për vetët tona, atëherë vjen ajo për çfarë Allahu më dhuar do të na pyesë. Dhe nuk mund t'i kalojmë kësaj përgjegjësie ditën e gjykimit. Përgatitja e familjes për Ramazan. Mos e lini Ramazanin vetëm në xhami. Si ta kuptojmë të mos e lejmë Ramazanin vetëm në xhami? Por Ramazanin jetojni në shtëpitë tuaja, jetojni me bashkëshortet tuaja, jetojni me fëmijët tuaja. Nëse keni prindrit akoma më mirë me prindrit tuaja. Vallai Ramazani është begati dhe mirësi e madhe për atë familje e cila e gjitha agjeron. Pra sillni një Ramazan në shtëpitë tuaja, në familjet tuaja. Flisni me fëmijët. Flisni me fëmijët për mirësinë dhe begatinë e Ramazanit. Flisni me fëmijët që Allahu i mëdhuar për Ramazanin shpërblet namaz. Flisni me fëmijët që nëse ne
e duam Allahun dhe përkushtohemi në adhurimin e Zotit, Allahu i mëdhur ka për na furnizuar me furnizim ka sjellje dhe metoda. Sepse shumë ata premtuar Allahu i mëdhur në Kur'anin famlar ku thotë: "Walau amana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardh." Nëse banorët e këtyre vendbanimeve do ta besonin në Allahun e mëdhur, edhe do të bëheshin të devotshëm, Allahu i mëdhur do t'i furnizonte me bereqet, me mirësi, me qiell dhe nga tokë. Pra, tregoni që agjeroj për Ramazanin familjes, tregoni që kjo atmosferë vjen një herë në vit, edhe kur vjen ka mirësitë e mëdha të saj, le të mos jetë Ramazani vetëm ndryshim orari, por tjetë ndryshim karakteri që nga kërë familjari edhe dhe ka i fëmija me i vogël në shtëpi. Të dashur vëllezër, Ramazani është si shi i mëshirës, por tokat e forta nuk përfitojnë mëshirë. Ato toka që janë të urta nuk e përcjellin shiu në brendësinë e tyre që të mbinë lymet edhe lulet edhe të lërëzojnë e ato. Ramazani e si shiu i mëshirës, zemrat e forta të cilat nuk pendohen dhe nuk pastruan nuk do të përfitojnë nga Ramazani. Pra, duhet patjetër atë çfarë përmendëm në fillim, që t'i pastrojmë zemrat, të pendojmë sinqerisht dhe t'i kërkojmë falje Allahut të mëdhëruar. Dhe në fund, të nderuar vëllezër, e mbyll të ciklit i gjiratës duke shpresuar tek Allahu i mëdhëruar që të na shpërbejë me shpërblimet e tij të mëdha. E mbyll të gjiratën me një ajet i cili më pëlqen shumë, dhe kjo është nga historia e Musait alayhis salam. Allahu i mëdhëruar kur do t'i zbrisë Musait te Urazi, e urdhëroi që ta agjeronte 30 ditë, dhe më pas kur shkoi në kundër Turi Sina, e urdhëroi ta agjeronte edhe 10 ditë. Përse agjerimi? Sepse agjerimi e pastron edhe trupin edhe shpirtin. Musa alayhis salam kur i përkushi këto, e la popullin e tij mbrapa dhe nxitoi. Edhe Allah i mëdhëruar i tha: "Ma ajalaka ya Musa, ma ajalaka an qawmika ya Musa." O Musa, çfarë të bëri që ti të nxitosh dhe ta lësh popullin tënd pas dhe të vish përpara popullit tënd? Subhanallah. Çu do të jetë besimtari dhe besimtari. Musa tha: "O ajitu ilayka rabbi litarda." O Allah, unë nxitova për ty. Unë nxitova të ty, o Zotin, për të fituar kënaqësinë tënde. Kush po na urdhëron për ta agjerojmë? Allahu i mëdhëruar. Mos e merrni agjerimin si barë, si vështirësi, po merrni si kënaqësi për të arritur tek Allahu i mëdhëruar. Pra ne tjetë motoja jonë në agjerim, o ajitu ilayka rabbi litarda. O Allah, unë nxitova tek ti për të fituar kënaqësinë tënde. Nxitova, o Zoti im, duke kërkuar afërsinë tënde. Nxitova, o Zoti im, për të arritur kënaqësinë tënde dhe nga mallëngjimi për ty. O vëllezër, nxitimi në adhurimet për Allahun tregon sinqeritet. Nxitimi në adhurimet për Allahun tregon dashuri për Allahun. Nxitimi për adhurimet e Allahut tregon dashuri për shkak që për atë që është obliguar agjerimi i Ramazanit. O adhurues të Allahut, Allahu në faljen e gjunohet dhe rahmetin e tij në nxit duke në thënë: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Nxitoni të faljes si gjunohet në Zotin juaj dhe xhenetet hapësirë të cilit e sa qiejt dhe toka, dhe që është përgatitur lil muttaqin, për të devotshmit. Pra, në të gjitha veprat e mira, Allah ka kërkuar në nxitim dhe shpejtim në kryerjen e tyre. Kurse në surën e Karet,
për hajrat dhe garoni me vepra të mira. Lusë Allahu e madhruar të na mundësoj që të hyjmë në Ramazan me zemra të pastruara, dhe lusë Allahu e madhruar të na sjellë Ramazanin thjesht si rutinë e ditëve të zakonshme, por të na mundësoj që të hyjmë në Ramazan si robër të penduar dhe që të dalim prej tij të falur, edhe të na thuhet në ditën kur ta takojmë Allahun e madhruar, ku janë agjëruesët të cilët agjëruan prej tij, dhe të hyjmë në Allahu Rajan, në derën e Rajanit. Zoti shpërblet për durimin, Zoti shpërblet për prezencën që keni prezantuar të gjitha ligjëratat që janë bërë në xhami, dhe unë lutem Allahun e mëdhur që çfarë kemi dëgjuar, çfarë kemi mësuar nga këto mësime, të jetësojmë në jetën tonë të përditshme, në jetën tonë dhe në familjen tonë dhe bashkë me familjarët tanë, të na bëjë Allahu e mëdhur për banorëve të xhenetit. Zoti shpërblet mirë.